Të dashur shikues, siç edhe ceka pak më parë, këtë fundjavë e fillojmë me një bisedë në studio me artistin e mirënjohur Bobo Poçi, me cilin kemi shumë se çka të flasim rreth karrierës së tij shumëvjeçare, e po ashtu edhe koncertin jubilar që sapo e lan pas. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi që kemi në studio. Mirë se u gjeta, juve dhe TV Dugazhinin. Si po ecin këto ditë për juve, arritet me e marrë vetëm pas këtyre punëve, angazhimeve të shumta të muajve të fundit? Po, sigurisht që ka qenë një kohë shumë dinamike, me përgatitje për koncert, me një ekip të madhe, me ushtrime, me përgatitje, me zgjedhje të repertuarit tim nga karriera 40 vjeçare, kështu që fatmirësisht krejt ka përfunduar në mënyrën më të mirë të mundshme. Shfrytëzojmë rastin që edhe në emërton t'ju përgëzojmë për këtë koncert jubilar 40 vjeçar, po besoj që përveç krejt atyre pjesëve organizative, logjistike, diçka që ka qenë shumë e vështirë, ka qenë edhe pjesa për 40 vite karrierë, gjithë ato projekte me përzgjedh disa prej tyre. Po, që aty ka qenë problemi kryesor, faktikisht prej 5 albumeve, tu marrë parasysh edhe vitet e 80-ta, kur kom qenë teenager në shkollë të mesme, që kom iqizu 4K me grupin Babylon, ka qenë një përgjedhje bajgi e vështirë, po përkundër saj kom rumbullaksu ato këngët më të shumti që ju ndigju, edhe disa që nuk ju ndigju, që me pas pak komunikim me auditorin, me publikun. Edhe pse shumë e shumë vite 4 dekada në skemë, pra po besoj që ato emocionet kanë qenë më ndryshe, pranë publikut që ju ka dashur gjithmonë, pranë familjarëve, më të dashurve tuaj, shok, shoqe, ka qenë një emocion tjetër me i pas gjithë me një vend. Emocioni ka qenë i papërshkueshëm, të marrë parasysh se unë Nikola nuk kom qenë këtu në Kosovë, kështu që ajo dëshira jame është realizu, edhe një emocion ka qenë emocionalisht edhe për mua edhe për publikun, se o rikthy publikun atë kohën e rock'n'rollit që është sidomos në Kosovë, në Prishtinë, Mitrovic, Pej, që ka qenë lugun më të madh, kështu që ka qenë një faktikisht, edhe pse koncerti ka gjatë 1 orë e gjys me 14 këngë përzgjedhura nga unë, ka qenë edhe për publikun, feedbacku i publikut ka qenë që ka zgatë vishë 20 minuta. Kështu që ka kalu koha shpejt. Ka kalu koha shumë shpejt, tu marë parasysh që koncerti ka qenë me ftesa edhe natyresht ka qenë subvencionuar prej Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, se për ndryshe ditët e sot me koncertet, rock koncertet, sidomos është muzika, është jo komerciale, kështu që nuk ka mundësi me pas në i koncert me përfitime, që apo dhjone, kështu që ka qenë një emocion i veçantë edhe për mu më ka rikthy në atë kohë e artë rockut në Kosovë, ku për para për shumë për me incizu një këngë, kemi prit një vjetë për me incizu një këngë, se kemi qenë shumë 3 bilionë, këmë qenë Gjevë dhe Dodë, atë tashku është katedralja, për balë ka qenë Radio Prishtina, një vjetë këmë prit për me incizu një këngë, me registru, se ka pas një farë kriteri, një farë filtrimi, dhe mas ne ka qenë edhe pengesa tjera politike në atë kohë. Pra, nëse kthehemi pas para 20 viteve, ka pas krejt tjetër ndikim muzika rock në atë kohë. Padyshim që edhe pjesa e incizimeve, regjistrimeve, krejtësisht ndryshe, vështirësi, sfida tjera të asaj periude. Po si adoleshent në atë kohë, sa keni pas motiv edhe durim një të në kohë? Motivi ka qenë shumë i madhë. Edhe ka qenë vlugu i rock muzikës, në përgjithësi, në krahas me ditët e sotme që tash për shembull rock muzika në përgjithësi edhe nivelin botnor, nuk është në atë nivelin që ka qenë përpara, tash krejt u bë elektronike, kështu që munal rryma kur të nalet rryma për shembull nuk ka mundësi na e kemi edhe përparësinë tjetër që edhe kur të nalet rryma si rocker e marrim gitarën akustike dhe i bim gitarës. Do të më socializu pak. Në atë kohë tregut që keni fillu me grupe për disa këngë si adoleshent, pastaj krejt ato vështirësit e asaj periudhe qoftë politike, qoftë teknike që pa dyshimi keni pas, keni qenë përkras për njëri tjetër në atë kohë, edhe me aspekt në instrumenteve, ndihmave të ndryshme që keni mujt për njëri tjetëri me bo. Ka qenë komunikimi përmes
mes muzicianëve në të asaj kohë, për shembull, se nuk ka pas mundësi teknike me pas dikush që ka pas një gitare, dikush ka pas një bas gitare, ose tupanat i ka pas dikush që na jemi kombinu. Edhe solidariteti mes muzicianëve ka qenë nivelin më të lartë. Edhe mundësi teknike, edhe në incizime Radio Prishtinë, për shembull, ka qenë live, që në krahasim me sot, për shembull, punon artificial intelligence, që mund është me bo çudina, mos me dit me knu hiç, ose mos me dit me muziku, edhe e bo një muzikë. Në atë kohë, edhe në kohën e sotme, është live krejt, edhe po edhe ato që i përmene edhe kanë qenë edhe përshirësit politike, teksti është kontrolu, mos ka në i tendencë, që apo di, në atë kohë ka qenë shumë vështirë, po na kemi pas vullnetin shumë të madh. Jashtë krejt këtyre vështirësive, sfidave të asaj periude, po kjo pjesa e audiencës, publikut, koncerteve në atë kohë, zbeja atyre me vite, si e shihni këtë si fenomen? Po, sigurisht në atë kohë ka pas koncerte të mëdha, për shembull ka qenë Bum Festivali që është organizuar për çdo vit në Kosovë, edhe audienca, publiku ka qenë me mira. Po ditëve të sotme është pak problem të marrë parasysh se muzika është komercializu te i mase, kështu që muzicianë që në përgjithësi për shembull që bojnë jazz muzik, ose bile edhe muzik popullore shqip, puro shqip, po tamam shqip, ose rock muzik, ose blues, ose reggae, është audienca fatkeqësisht është në nivelin më të ulët në krahasim me unë s'po du mi kritiku njerëzit që bojnë muzikë komerciale, po me gjithate ajo muzikë është playback, po edhe në nivelin botnor ka ngjashmëri me trendin që është duke u performuar në ditët e sotme. E përmendët edhe muzikë popullore shqip, puro shqip. Sa po i ruajmë këto vlerat tona, muzikën e pastër shqipe? Une, adin që është ta gjeneratat pak ma të vjetra, ose gjeneratat e mesme, e ka rujt me gjelozi këto, në krahasim me gjeneratat e reja, që për shembull me knu një këngë vjetër popullore shqip, thojnë se kom nikur. Adin është, për këtë arsye mendoj që gjeneratat e vjetra, edhe sidomos edhe televizionet, edhe mediumet, duhet me forcu, me sforcu, vlerat e vërteta origjinale të këtij veni, se na kemi kulturë edhe për muzikë popullore, për shembull të pastër shqipe, muzikë qytetare, muzikë rock muzik, jazz, që mi tregu botës që jemi unik, jemi origjinale dhe kemi vlera. Patët në koncert edhe bashkëpunëtor, instrumentist që keni bashkëpunu tash 20 vite, po besoj. Po, ku unë kom bashkëpunu me muzician gati gjithall kohrave, tu janë isë prej në gjatë Maculës, pastaj seleksionit 039, pastaj e tjerë, po nuk kom mujtë kretë mi thirë, kështu, po ekipa ka qenë bajagi e madhe, të marrë parasysh, sidomos gitaristat e gjeneratave pak ma të vjetra ose të mesme, ka qenë mua, ka qenë Musafir Special Balongazhi, gitaristi grupit Elita 5, ka qenë Ilir Tolaj, gitaristi grupit Marigona, me gjithë ta unë e kom bashkëpunu, pastaj ka qenë Babuka në Tupana, që me ato bashkëpunoj edhe sot, jeton Dulaku, një synthesizerist fenomenal që është Agron Shala, një shokimi, për ndryshe edhe autori disa teksteve të këngëve të mia, edhe ka qenë një risi, përmënaj në aspektin e rock muzikës, që është performu edhe me hardcore, ose kvarteti ka qenë aty i praneshëm, violinat, violoncello, edhe ka qenë indjen shumë e veçantë. Pastaj kom tentu që në koncert me pas edhe një reprezentues gjeneratave ma të reja, ka qenë djali i Hektor Gjëgjallit, grupit 403, Leka, që ka knu një këngë me mu, harove, si kur një hi e shkove, kështu që për mi motivu edhe gjeneratat e reja. Po sa pat interesim edhe për gjeneratave të reja për këtë? Ka pas interesim edhe për gjeneratave të reja, bile ajo pjesa e poshme podiumit, po majtë koncerti ka qenë krejt me rini të këcy, edhe ajo ka jap motiv ma shumë që gjeneratat e reja
me ndigju këtë lloj të muzikës, pa marrë parasysh ajo une, ose është në rock tjetër, rock grup tjetër, që pak mi eduku edhe me ndigju muzikë. Rock muzikë. Rock muzikë. Tregua që ka pas interesim edhe prej gjeneratave të reja. Po në atë kohë, kur ju veç se keni nqizu këngë, keni shkrujt diçka, keni mendu ndonjëherë që dojnë bjetojnë kohës për 20 vite, apo për më shumë se... A di qysh, neve shqiptarëve në përgjithësi e kemi pas një periudhë zez viteve të 90-ta. Ajo ka qenë rreziku më i madh i zhdukjes, jo si muzikë, po edhe si këngë. Kështu që në atë kohë, edhe në atë kohë 90-tave, kur kom qenë një kohë në Londër, pastaj jam kthy edhe kom vazhdu me një gitarë me bo muzikë Kurrizin e Prishtinës. Edhe, po, ajo ka qenë minimalist, po mendoj që tash koha do trendi si në mod rikthehet. Kështu që edhe muzika rikthehet, se muzika kvalitative herë do kur do mundet më zhduk një kohë, ose më paksu, po mu rikthy në mënyrë mashtore. Po aktivitetet muzikore, mbrëmjet e natës, në përgjithësi edhe në kryeqytet sot, si po isheni? Po, une performoj edhe në për shumë me nata, vendom, ose edhe në Kosovë, po me band është pak problem, se në vendet pak ma të vogla, kështu që performojmë unplugged, edhe ka audiencë, ka interesim. Ju merë malli, themi kështu për pjesën e performancave me band. Është edhe në anën tjetër kjo pjesa e kostos, që nëse kërkoheni me band në një vend, ndryshon krejtësisht. Sa janë të hapur? Adin që është në ditëve sot me tregu është sa ma shumë pare, ma pak me pagu. Ma pak po. Kështu që është evidente natyrisht edhe në aspektin e rock muzikës, të bazu që të na nuk ka bakshish. Në krasi me zhënre tjera. Kështu që po është me rëndësi kur të ki vullnetin dhe kur të ki dëshiren që me kontribu sa do kudo pak me kontribu në kulturën e popullit tonë, se na për shembull kemi kvalitete, kemi talent që janë edhe në përbot numër 1, se që kemi Dua Lipën, Rita Oren, Bebe Rexha. Kështu që një vend ka që vogël, ka mundësi edhe potencial me tregu kulturën, me tregu muzikë të mirë. Para 20 viteve, pjesa e promovimit, marketingot ka qenë krejtë ndryshe, pa TikTok, pa Instagram, pa Facebook. Që ka qenë ajo forma e promovimit të një këngë në atë kohë? Forma ka qenë i vetëmi medium që ka ekzistu në atë kohë, ka qenë Radio Prishtina, Radio Televizionit Prishtinës. Për mes Radio Televizionit Prishtinës, për shembull, na kemi bo promovimin e këngëve. Unë e maj mend 86-ën, kërë këmë gjithu këngën e pari, këmë pas 16 vjetë. Edhe ka qenë Hipzi Krasniqi, i ndjerë gazetari njohtur, që ka qenë autori programit muzika, pasditja muzikore zbavice. Edhe aty në të gjitha grupet jënë promovu përmes radios, ose përmes televizionit Prishtinës në atë kohë, po edhe koncertet për shembull përmes posterave. Kemi ngjit posterat në për shtylla, në për bandera. Ka pas një kënaqësi vetë edhe ajo? Ka pas një falezeti edhe ka pas, po mënej, njerëzit janë shumë solidarë, kanë shumë atë kanë komuniku edhe ka pas interesim natyrisht. Po e treguat edhe pjesën e sfidave sa i përket inqizimit të këngëve, pastaj pjesa e verifikimit të teksteve në atë periudhë. Ka ndodhur ndonjëherë që është redaktu ose është ndryshu diçka prej një tekste? Ka ndodhur minimum se për shembull tekstet tona, po menoj disa tekste kanë pas edhe metaforë, kështu që nuk janë kuptu drejt për drejt ajo farë qëllimi ose ideja për me. Kështu që kemi pas kujdes, natyrisht edhe vetë, adin kur kemi shkujt i shka, nuk e kemi potencu saksisht, që nuk kupton për shembull natë e ertë ose nëj nominim që personifikon ma thellë. Po, kjo pjesa e teksteve përmendet që shpesher ka pas diçka edhe më të thellë brenda. Sa ka qenë vështirë në atë kohë përmes muzikës rock me paraqit realitetin
tonë shoqëror? Ka qenë një ndër armët më të forta? Po, faktikisht, kohët e leta, po, edhe kohën në letave ka qenë se unë edhe në 95 në kom qizu albumin e parë, faktikisht, me vështirësi të ndryshme në atë kohë. Po dihet krejt kemi qenë pa punë, krejt imi munu pak me kursy që me incizu një album, edhe ka qenë vetëm një studio në Kosovë, për zësi. Edhe aty për shembull një këngë e emja që është vetëm shko të lutem, mos u mundo vullneti shtypur lakte le të figuron. Ka qenë një pjesë e tekstit, ose ka qenë një pjesë e tekstit mos kuptimi ku njerëzit e zi, është një pjesë e tekstit njerëzit e zi, kanë qenë policia, ushtria e Serbisë. Në atë kohë, po foli për vitet e 90. I keni personifikuar ashtu? Po, njerëzit e zi, po dihet njerëzit e zi se për para për shembull gjeneratat tona pak më të vjetra që po vinë zit. Të me po vinë policia, mena burgos, me shkaktu masakra, me shkaktu kështu që ka qenë, a e një farë personifikimi. Po, unë e gëzona që gjeneratat e reja, për shembull si ju që sheni, ose djali jam, që nuk i kemi përjetu ato sene, kështu që ajo është e te i kalume edhe fatmirësisht krejt jemi okej tash. Po, sa i përket ushtrimit të aktiviteteve të juaja në atë kohë, qoftë në do një kafeteri, qoftë koncerte më të mëdha, po besoj që ajo pjesa e motivit për me këndu shqip ndonjëherë keni pas raste kur edhe keni rreziku më shumë. Po, për shembull, në atë kohë nuk ka pas kafiset kanë qenë të limitu në Prishtinë, edhe s'kemi pas mundësi, për shembull, si band me ushtru, kemi ushtru në për shtëpia, ose kemi ushtru në për garazha. Në garazha kemi ushtru për çdo vit. Kemi qenë shumë të entuziazmu për me promovu, për me komponu, kështu që ka qenë një ndjenjë interesante, ku ditëve të sotit, për shembull, ka mundësi pa kufishme për me ushtru, për me performu, për me incizu, për me komponu. Jenë mundësit shumë atë mira. Në atë kohë dhe për me incizu është do është qeni shumë të sakt, apo jo, pa modifikime? Jo, pa modifikime dhe ka qenë koha limitume, për shembull, ki pas 4 orë në studion e Radio Prishtinës, ku janë bojnë incizime të krejt bende, tu janë ishpiten, të gjurëmët, 403, grupi në Babilon që ka qenë, e incizon, e ki 4 orë terminin, e incizove, se incizove, u kryt. Keni prit atë gjatë për atë periud? Kemi prit për 4 orë. Keni ushtru gjatë tërë kohës, për me qenë sa më të sakt, sa më sakt, me kry sa më shpejt, edhe sa më kvalitet. Po, të reguaj që për një periud nuk keni qenë në Kosovë. Po. Ju ka mungu ajo pjesa që sheni mësu gjithmonë me publik, me... Po, unë e kom pas me veti 4 shkoj e marrë gitarën me veti, edhe kom qeni kom vetë bashkume në Mali, në Afrikë, edhe aty e kom pas gitarën me veti, edhe në për mbledhinat që kemi pas aty me kolegë, ju kom tregu edhe performu këngë shqip. Ju tregu që edhe na di me bo muzikë. Si e pritë në atë pjesën e kulturës tonë? Po, shumë mirë edhe sot e kësaj dite e janë për cjellës për shumë në për rrjetet sociale, kur kom aktivitete, koncerte, sene, kështu që janë i dinë edhe këngë, jo vishtë këngë të mija, po dhe këngë të grupeve tjera shqiptare në përgjithësi. Pa dyshim që para 20 viteve edhe sot, ndryshimet të mëdha në çdo aspekt, sidomos edhe në aspektin e zhvillimit të teknologjisë. Sa ka qenë vështirë për juve me ecë në hap me kohën, edhe sa i përket incizimeve, edhe promovimeve, përdorimi i rrjeteve sociale për me promovu një këngë të re, apo me tregu se ku ju gjejnë sonte? Po, e moj men, 2 vitën albumin e dytë që kom incizu ka pas sukses të jashtëzakonshëm, po në atë kohë nuk ka qenë ai maksimumi i rrjeteve sociale, YouTube, që atërë sa aja patnis mu hasi, unë e kom qenë pak ma demel në krasim, po tash ja kom nisë mu aktivizu, se ka pas raste shumë që dikush tjetëri ka qitë këngët e mija në YouTube, kanë morë klikime, kështu që tash e kom kanalin të të YouTube-it, natyrisht edhe promovimet e senet eventeve të ndryshme i bëj përmes Facebookit, Instagram,
Kështu që ajo është një ndihmës e madhe në krahasim me vitet e kaluara ku s'ka pas kurfar mediumi social për mi tash është shumë më lehtë. Kvaliteti dhe sasia e këngëve që po prodhohen sot, sipas juve? Po, une këto muzikën komerciale nuk e ndigjoj, veç kështu pa hiri që vjen atë kështu gjatë rrugës. Nuk mundesh me ikë. Po, kur kaloj rrugës dikush e shanë, për ndryshe, hala une i ndigjoj muzikat në nivel botnor, po edhe tena ka edhe bende për shembull që kanë incizu edhe kanë incizime të mira, edhe këngë të mira, për shembull si Troja, si Jericho, janë këngë që kanë elemente artistike edhe kanë një porosia. Kështu që veç duhet me pasa ma shumë bendet këti bloku të rock muzikës që me edhe gjeneratet e reja mu marrë në këtë muzikë që jo. Përveç një prej artistëve të rinj që ka pas rasti me performu bashkë me juve në koncert, sa keni kontakte edhe me artistë tjerë të rinj që ju pëlqen kjo frymë e muzikës, janë rritë me atë frymë, po e kultivojnë tash edhe vetë? Po, adi që është tash për shembull ka disa bende të reja, është ai festivali Rock për Rock që matë për çdo vjet, që i promovon grupet e reja, edhe pse ato grupet e reja e bojnë një lloj pak më të rëndë muzikës, heavy metal ose metal. Unë nuk jam unë edhe qaq shumë fans i metalit, edhe pse kom dëgju muzikë, po kom komunikime, ka bende të reja që ja ka nisë me incizu, po shpresoj që do të vazhdojnë me incizime, se nuk është, esenca nuk është që me incizu një këngë edhe mu zhduk prej tregut, po do të me vazhdu. Me vështirësi, unë për vete edhe në ato konat ma të shtira, kom vazhdu, edhe vazhdoj ajo, edhe jem përgatitja tash mas koncertit, jem përgatitja të albumit tashëm. Numër 6. Po vjen dhe albumi numër 6? Po, sigurisht, tash e veç ja kom njës, unë i kam disa demo që i kam gatshme, tash veç duhet mi seleksionu edhe shpresoj që kom e pas edhe musafir, se kryesisht unë e kom musafir, sidomos gitaristat më të mirë shqiptarë. Është prapa jo fryma e njëjtë, energjia e njëjtë mes juve dhe pas shumë viteve që s'jeni taku? Po, energjia e njëjtë, po vitet po kalojnë si disa qaste. Kështu po ende kom atë energji edhe motivimin që kom pas për para dhe shpresoj që kjo më kam e vazhdu. Pikrisht, po e keni mendu edhe para 20 viteve që do t'jetë muzika gjithmonë pjesë jetës tuaj, si adoleshent, kur keni fillu, e keni pa më për më largë? Po, ai tendenca gjithë i kom pas që me kriju diçka originale, me komponu, edhe po s'ma ka morë menja që mujnë me arrit deri në 40 vjetë. Jashta skenës, jashta këngëve, incizimeve, udhimeve, shumëta, si është në përditshmëri, po që për ata që nuk e njohin? Përditshmëri, unë jam njeri familjar, me familjen e kaloj ditën, kryesisht natën, edhe pse natën nuk bëj edhe shpesh muzikë, po pjesa e natës është mirëna më shumë edhe me komponime, me post-production, me incizime, kështu që pastaj edhe e kemi atë rrethin tonë të shokëve që jemi rritë bashkë, që hala performojnë bashkë muzikë. Kjo është kryesisht dita edhe nata jeme. Nata është ajo periuda kur inspiroheni më shumë edhe për me shkrujt, me komponu, diçka, post-produksion? Natën, 2 natës, 3 natës, bjerë mena ide dhe që është, sa mirë, po mirë, që kjo, qëfar ideja, dhe që me performu, me ndreq, me bo një këngë të re. Ju ka mirë kuptu gjithmonë familja dhe sa i përket kohës ndo njerë me ta? Sigurisht se une për shembull hapat e parë në gitarë, kur kom qenë 13 vjeçar, për ja gjestemi kom marrë, kështu që aty është ndizhu që ajo lloj muzike edhe nuk kom pas kurrë problemi, edhe kom pas përkrajen edhe prindve, edhe përkrajen e gruas, edhe djalit, kështu që ka qenë një përkraje e pa kurrë problemi. Pra, kitara ka qenë pjesë e jetës suaj që është prej
13 vjeç nga Agja. Në shkollë fillore, kur kom dalë mas pare, mi ngra gitarës në atë kohë. Kam fillu ato aktivitetet qysh në atë kohë, skenat. Po, skena edhe në 13 vjetë kur vjen klas 7, e sene del në bërë shkollës, dhe po i bjen gitarës. Po ajo tani mos anej të motivon për me shku ma përpara. 20 vite karierë ka qenë një publik që ju ka mbajt pas gjithmonë me komentet mira, ndonjëherë dhe ato kritika pozitive negative që asnjëherë nuk mungojnë, po çka do thotë në përgjithësi publiku për ju? Po publiku është inspirimi, është edhe motivimi për me vazhdu ma tej. Une, për shembull, koncerti që ka qenë kryesisht me ftesa, edhe pse ka pas interesim të jashtëzakonshëm, njerëzit kanë ardhur pi Londrës, njerëzit kanë ardhur pi Preshevës, prej Kaçanikut, pi Pejës, pi Mitrovicës, kështu që ka pas interesim të jashtëzakonshëm, edhe pse në pamundësi për me akomodu krejt, kështu që është edhe ka pas ndryshim gjeneratave, prej gjeneratës time edhe ma të vjetër, edhe ma të ri, kështu që ka qenë një kombinim i jashtëzakonshëm i njerëzve, edhe kanë kënu publiku, edhe ka qenë një ndjenje shumë e jashtëzakonshme për mua. Për ata që nuk e kanë pas rastin me qenë, do presim edhe 10 vite për koncertin e radhës, 50 vjeçar apo më herët? Në 60 vjetorin. Po, unë besoj edhe tash tentativa është që albumin e 6, masani kur të bëhet albumi 6 gati, atër duhet me bo një tur në Kosovë, edhe pse jo edhe në Shqipëri, se na shqiptarët e Kosovës jemi model për shqiptarët në përgjithësi ku janë shqiptarë, jemi model se kemi tradit për rock muzikë, prej viteve 70. Kur të jetë gati edhe albumi nëmër 6, edhe ne si Televizion Dugajin do t'jemi gati pa dyshim, me ju përcjell. Gjithsesi, edhe faleminderit për juve, për kontributin edhe për mbështetjen që e bani. Ishte shumë kënaqësi që ishi sot pjesë e emisionit fundjavë. Faleminderit shumë për kohën, urime edhe njerë 20 vjetori i karrierës vaj. Faleminderit shumë, respekt për juve, edhe ju uroj gjithat mirat. Faleminderit edhe njerë për mbështetjen që keni. Kënaqësi.